Janë dy persona cilët janë duke ja marrë kalan për brenda, nëse mund të quajmë ashtu, Albin Kurtit. Ta dy persona, njëri ban çka don në qeveri, tjetri në parti. Dhe thotë, flasim për Besnik Bislimin edhe për Dejona Mihalin dhe tjetrën on. Besnik Bislimi thuaj se është tu kulba e shumë atë. Dhe thotë edhe në këtë rastin që Albin Kurti u ftu prej prokurorisë, domethënë për rastin e rezervave shtetërore, ai është marrë me angazhimin e Ridvanit dhe madje edhe Rozeta Hajdarin e ka qenë ministre aty, në Ministrinë e Tregtisë. Ndërsa ka qenë edhe plot njerëz tjerë. Në fundi e bani nipin e vet, Mrini u bani nipin e vet në Kost atje, kryetar të bordit Kostit, pastaj e ka qenë atje ka ndërlidhje direkte edhe me Luanda Lipin, që është shef i stafit të kryeministrit, ka plot persona të tjerë, do të thotë vendos për listën ku mu rendit, e degdisa tjerë Benevitin numër 12, edhe pse është njëri tret me fuqi mas shumtin parti, ndërsa ata njerëz të vet, ata ministrat e vet i çan nalt në listë, pra po flasim për një person i cili është shumë i fuqishëm edhe nuk kandidat vet. Më thonë se me kandidu vet, ai e din që nuk merr vota, edhe nuk mund të ketë atë fuqi të cilën e ka. Njëjtë është duke vepruar dhe zonja Mihajli me partinë, pra unë pres që Albin Kurti në të ardhmen, nëse nuk është i kujdesshëm, do të ketë shumë vizita në prokurori shkaku i këtij zotërisë në fjalë, pasi që kur marrin pushtet pa votë, ata sigurisht që nuk masin fort.